2/3 e familjeve në Maqedoni ose saktësisht 80% ngrohen me lëndë djegëse të ngurta, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës. Sipas hulumtimeve dhe përllogaritjeve të tyre, vetëm 20% e familjeve në vendin tonë ngrohen me energji elektrike. Pjesa më e madhe e familjeve gjatë vitit të kaluar janë ngrohur me soba, ku mbi 71% me lëndë djegëse të ngurta, ndërsa 20.7% me energji elektrike. 5% kanë pasur ngrohje qendrore individuale, ndërsa 2.9% ngrohje qendrore kolektive. Pjesa më e madhe e familjeve, ose 36.3%, jetojnë në banesë me 3 dhoma, me sipërfaqe nga 51 deri në 70 m2, 28.6% në banesë me 4 ose më shumë dhoma, ndërsa 26.4% në banesë me 2 dhoma. Në banesë me 1 dhomë ose garsonier jetojnë 4.5% e familjeve. Mbi 92.7% e familjeve jetojnë në banesë në pronësi, 5.1% të prindërit, fëmijët ose të afërmit e tjerë, ndërsa 2% në banesë me qira. Mesatërisht nga 3 antar në një familje, 1 është i punësuar. Numri mesatar i antarëve në familje është 3.05, ndërsa mesatarisht 1.13 ishin në marrëdhënie pune. Të varur financiarisht ishin 1.13 antar, ndërsa 0.67 antar kishin të ardhura personale, tregon statistika vjetore për vitin 2025 e Entit Shtetëror të Statistikës. Mbi 2/3 e familjeve kanë pasur veturë dhe kondicioner, ndërsa vetëm 40% biçikletë. Gati gjysma kanë pasur kompjuter personal të lidhur me internet, ndërsa telefon celular kanë pasur mbi 92%, radio 28% dhe telefon fiks vetëm 22%. Të dhënat janë marrë në bazë të hulumtimit statistikor anketat për shpenzimet e familjeve e realizuar gjatë vitit 2024 në 5.040 familje. Janë anketuar 2.914 familje, ndërsa numri i familjeve të vlerësuara është 598.632.